Kamera të keni, mikrofona kare, me stokoja, vila që të kjo ka vene shumë. Roba, keni ka gjarë në mundë. Dhe kemi gjitha. Jam e sigur që mund bëjmë një film me 0 lek. Okej, Sjana tani se lam nam, si fakir gjin, çdo episod me 0 lek. Skenari, që ke parë, që ke parë ti? Telenovela, kjo ka parë të mollën e ndaluar. Ti vdes për telenovela spanjolle, dhe ti ke parë Kara Sevdane, sigur nuk kam parë Shefin dhe Rrugën në Zot. Skenari çek. Veshje, gjë e dytë. I kemi sipër garderoba plot. E kam mbush Dalina me te mu nga fillimi në fund plot. Dhe i pam, ka super veshje. Për spanjollë po. Për turke. Kjo e kuqa për Kristën, ty do të vesh si Rubi. Edhe flokët? Si Rubi. Super, o zemra! Pink. Kush është Pinky girl këtu? Klea, o zot, super. Ti je si Gaviota. Ti je Gaviota. Gaviota jam unë, moj! Pingvaj. Ua, prit se kam për emën. Ti je Tereza o shpirë, ti je Riz. Esa embres mala! Esa embrasete mala! E dia që do i pëlqente. Kurse unë kam një karakter të veçantë që duhet të kërë. Ua, sa bukra o si ma vdes! Falë qa ato robët e nonës time? Që do veshësh ti? Ç'ke ti? Do të surprizoj. Goca, një film spanjoll, nuk është film spanjoll, se më keni dalë këtu mbrapa si shtylla, pa aksesor. Ti mbaj këto. Mbaj dhe ti këtë? Klea, ua, Klea, fik që ti kombinoj me bluzën. U lërim fare. Zemra, ua, E shef ma t'ju kurtun dhe shka dhe efekt. Kjo është për mua. Unë mendoj që Sjana duhet të ketë kujdes pëse tashmë ka konkurencë. Gjëja e tretë, muzika. Kemi desin ngentin aty, këndojnë të la vila gjithë ditën, na pojnë atë naj muzikë, naj cover, Fiks o zemra, fiks! Bukur. Tani, e di çfarë duhet mua? Tani, ti je shumë i talentuar. Ne kemi hallet tona ndi nga Goci, edhe ti je njëshi muzikës në vil. Faleminderit, ta thunaj faleminderit. Faleminderit, po unë jam shumë i... Dëgjoj tani. Unë jam shumë i gëzuar që të morë Shko, më duhet një muzikë shumë. Pa, je pjesë e Gocit. Më duhet një melankolike, po që të ketë edhe romancë, po edhe hakmarrje, kupton? Edhe shumë dashuri, do me pasion, edhe kështu diçka spanjolle, shiko? Shiko, kam edhe tekstin. Një shkëndi në sytë e ti, dori kthehet me magji, ëndëroj dhe do luftoj dashurinë. Ha pra! Nuk di unë këndoj o Genti, se kisha për vetë. Po, improvizove ti? Super, jepi. A është bukur? Shumë, jepi, me zëmë të lartë tani edhe hajde. Në sytë e ti, dori kthehet me magji, ëndëroj dhe do luftoj dashurinë e ti. Ta përfitoj. Se kam edhe të fundit. Ka akoma? Kjo hakmarrje. Po pse kështu? Letë do shikosh në fund, hajde. Kjo hakmarrje, kjo dashuri, me gjithë sakrificën, do më rikthejt e ti. E kupton? Sa e thellë është? Jepi. Kjo hakmarrje, kjo dashuri, me gjithë sakrificën, do më kthejt e ti. Hajde dhe herë. Hajde dhe herë. Jepi ti. Një shëndi, po nuk e ti unë po. Po jo me se ti e jep me emocion ti, me lëvizje. Hajde. Bëj edhe herë atë që punë parë. 3, 2, 1. Një shëndi në sytë e ti. Kenti se nuk di të këndoj, pra dhe të kam arty. Unë duhet performoj. Po, ku ta më li tekstin o burë? Hajde. Po ku ti bi gitarë? Hajde se ma performoj me i dorë. Hajde. Jemi. 1, 2, 3. Një shkëndi në sytë e ti, dori kthehet me magji, ëndëroj dhe do luftoj dashurinë e ti. Kush e ka shkruajtur këtë tekstin? Ta përfitoj. Jepi, e fundit. Kjo hakmarrje, kjo dashuri, me gjithë sakrificën do ta rikthej te ti. Po pse tek ti gjatë gjithë kohës, mama? Po kaq di unë 2 rima ditë bëj, ti ai. Kupton? Kaq. Ab. Këto nuk i ditë së dë. Thank you. Faleminderit ju. Bone, ku janë ato? Ku janë ato tjerët?
Po mirë ne I zgjidhem këto hallë, veshje këto. Po lokacionet? Mirë, vishuni një herë se më tregoj I ke lokacionin. gje? Dolem na. Pa I zotën, dolem na. Së shëra parë. Skena e parë, jemi? Kristi, Sergej, kemi kamerat? A, jemi? Oh! Hajde me mua. Kjo është e tmerrshme. Ulu këtu. Kjo është skena e parë. Ulu. Kjo është skena e parë. Këtu të po qam për Adrianon. Adriano të ka lënë, kishit 4 vite bashkë dhe ai ka 3 muaj me një tjetër të ka lënë. Të ka lënë. Ndjeje dhingë, ndjeje. Kamera Kristi, plan detaj Loti, Sergej, Loti. Po pi për Adrianon. Tani ti këtu vjen me Adrianon, rrinit bashkë, do të thotë ti këtu kujton momentet me Adrianon, mbulli syt, ndjeje. Okej? Kapi? Aksion, e kemi? Telefonin, ta mbaj? Tmerrshme. Kamera, ka audio? Super, mirë. Uj, shysha. Tani, ne jemi me 0 lek, si që di, me thamë që në fillim, po të kishim lek, do kishim marrë një market me qera, do kishim skenografi, po jemi të marketi lagjes. Dhe këtu, kujdes ju të dyja, kemi skenën më të rëndësishme. Jeni gati? Po. Një minut, a ka audio? Shpejt, a? Na e bo halal, Lex, besoj se do për to, shumë faleminderit, a? Skena e radhës. Besoj se deri tani na ka shkuar shumë mirë, a? Shumë mirë si zhduket, çdo gjë ka shkuar vaju, nuk I ndjej më këmbët, por Aktoret okej. e një dhe vogla, nejse. Skena e radhës është në taksi. Por, si gjithon me sfida, ne na duhet të bindim gjashtë në taksis, mos ta marrë Lex se 10 minuta rrugësh, deri aty po. Do ta bindesh ti se ti je regjisor, unë jam star, unë performoj. Për një jetë më të mirë, në një jetë me hakmarrje dhe drejtësi. Te diga, Xhaxhi, te diga. Tani, hape xhami shta kapi. O Krist, kapi nga tani se do I frynë më shumë flokët se pasi do jemi në trafik. Hape xhamin ti aty, po shumë eo. Do të them mund tash rrit çik shumë. A ka audio? Ha? Është okay. Rrit çik ashtu, rrit çik më shumë ashtu. Nxjerr kokën. Kapi flokët era. Ha. A është dramatike tani? Është shumë dramatike. Ha. Për një jetë më të mirë. Kujdes, syt. Për një jetë më të mirë, Aty, bravo. me hakmarrje dhe drejtësi. Kjo është ajo që dua. O, Xhaxhi taksirat, mos ta merr lek o burr. A ti ki? Është okay? Rregull. Wow. Kemi ardhur për të gjetur personazhin kryesor mashkull, se femrat I kemi, pam. Vazhdojmë të kërkojmë ndonjë kalimtar të mundshëm që nga qef të bëhet figurant. Në kriter duhet ketë? Po, ka 3 kriterë, duhet jetë 20 deri në 30 vjeç, I pashëm, I fshetë, më them shumë se edhe ne gocat I kemi të mira. Dhe të jetë I veshur mirë. Adriano do vish! Hajde më pim kafe! Adriano! Adriano, tu amore, si t'jel! Adriano! Adriano! Hajde orë t'i këvesh! Përshëndetje, si jene? Okej, mirë si je ti? Përgjithësi mirë? Ti duket si një Adrian. Adriano! Ne jemi duke xhiruar një film dhe të kërkojmë një figurant për Adrian. Ti do jesh Adriano jon për momentin. Ne do Okej. sjeli për Ti do dashurohesh me mua, ti vdes për mua, okay? Nuk do më ndrosh me asnjëra nga ato gocat. Unë jam gruaja jote dhe duhet fillojmë ta aktrojmë. Rregull? Në rregull. Se mos bën lojra rrugës. Okej, të shohim. Na falni për pamjet, unë po thaj ftoti, tani pashit trëndafil të kush këtu ta marrë ta kemi për prop, se 3.000 lek, s'kemi lek me bet trëndafil. Kjo është trëndafili që dashuria e jetës time Adriano do të m'jap sot. Adriano! Ky është momenti që ti Adriano je imi. Se u bërë burrim, tash do jesh burrim. Tani këtë trëndafilin unë e këputa dhe ti do bërë sikur e këput ti dhe ma dhuron mua, okej? Dhe do bëjmë disa momente kështu romantike që mua do më kujtohen. Okej, je I dashuruar me mua? Shikon sy? Adriano! Fillojmë, je gati? Hajde, e dorën.
Jo kështu më është i dashuruar, kështu. S'kena tjetër po të ndërrojni se do bajatosët që kështu me të drejtën. Ndërrojnë në për lokale. U dëgjova? Okej. Jam? Okej, hajde. Goca, hajde, shpejt se s'kemi ko. Ej, Ema! Shpejt. Sjalla! Ja, move. Ore, që ka burë kështu t'jesh e gji? S'kena tjetër, më lodhët, realisht më lodhët. Po, u lodhe. Më Rastika, u lodhe aty ullur? Jemi ndruar, sa herë jemi ndruar dhe jemi bërë lëmsh. Bëj një lëmsh Jemi me bërë rroba lëmsh. dhe nuk di ku kam as kufjet për gjithsesi. Po, dhe një informacion shumë e rëndësishëm Ule zërë regjizore. se mi futur fshetas, ule zërë. Informacion shumë e rëndësishëm është 9 gradë, okej? E po, do t'jesh VIP, do t'jesh e famshme, do t'jesh main character në një movie. Main character. Pushoni. Kemi ardhur të gjëmë në sheftas në një nga hotelet më luksose të Tiranës. Si. Malmi mua në dorë, tani Si që? Se është trajnë. o 0 lek. Rrobat e trupit, tek tuk në e rrobë për të ndru nga të muja dhe s'ka as i kokër leku ma. Do gjej me sep që s'ka njerëz. Qoni tani se u lodha shumë. Qoni. Hec. Në rrohuni, shpejt. Tani unë nuk e di se ku iku regjizorja dhe kush është kjo që po ju flet, po dim që E sigurt që është nga ndruar, Fieri. po, dhe ka emrin Esmeralda. A duket si një Esmeralda? Dukesh. Tani ne u lodhëm, u strapacuam dhe vendosëm që skenën e fundit ta bëjmë tek Skandale, studioja më e re tek vila jon. Dhe morëm çik sheqer të bardh, ç'është kjo? Sheqer i zi? Sheqeri i bardh. I Sheqeri zi, morëm këtë klobin, e rregulluam këtu, kemi vendosur ca drita, mendoj se do ta kryejmë Nejse, efektin, ë? po. Ta fillojmë? Po. Ha.